Europian, grupet shqiptare filluan të ishin porositës dhe tashmë janë edhe investitor. Dhe këta investitor tashmë janë bërë dhe transoceanik, sepse ka shqiptarë të cilët jetojnë në vendet e Amerikës Latine, tani kanë dalë në Senegal, tani janë në territorin shqiptar, tani janë dhe në vende të tjera, dhe kjo lloj fuqie që erdhi nga rastësia nuk vjen. Kjo ka ardhur gradualisht dhe sot kemi në një pushtet të tyre, ku sot strukturat ndërkombëtare si FBI, DEA e tjerë janë në qendër të vëmendjes të grupeve ku përfshihen në hetimin e tyre dhe shqiptarët. Kërkesa që amerikanët kërkuan që nga shqiptarët të ketë informacione drejt për drejt nëpërmjet WhatsApp-it dhe telefonave për të informuar për rastet e drogës, tregon për një shqetësim të madh të amerikanëve lidhur për fuqinë e grupeve dhe mundësinë e komunikimit drejt për drejt nga qytetarët, jo vetëm thjesht nga strukturat dhe informacionet që mund të vinë nga partnerët, qoftë edhe me partnerët ndërkombëtar. Megjithatë, pyetja e fundit që do duhet në fakt të jetë shqetësimi kryesor është si dilet dhe si ç'bëhet një narkoshtet, sidomos tani më që pam çfarë ndodhi në Meksik, një vend ku do duhet ishin të shtuara masat e sigurisë për shkak të kupës së botës, por mjaftoi vrasja e një super narkotrafikanti, një trashëgimtari të Escobar, El Chapo apo në tjetri, dhe i gjithë vendi është në flak, ushtria e tyre duket se po përballet me ushtrinë e rregullt. Aida dhe Fatione për ta mbyllur. Flavion, po do doja shumë të shtoja edhe diçka sepse flitet gjithmonë vetëm Shqipëria, por autoritetet shqiptare kanë pasur edhe një lloj, le të themi, kërkesa apo diskutimi me autoritetet e huaja sa i takon dekriptimeve të SKJ dhe Encrochat, sepse janë gjetur shumë shkëmbime mesazhe dhe pjesa më e madhe janë në gjuhën shqipe, por jo të gjitha i përkasin shqiptarëve. I përkasin le të themi tregut shqipfolës dhe këtu nuk kuptojmë jo vetëm shqiptarët e Shqipërisë, por nuk kuptojmë edhe grupet e shqiptarëve të Kosovës, edhe grupet e shqiptarëve të Maqedonisë dhe grupet e shqiptarëve të Malit të Zi. Pra, është një treg i tërë shqipfolës që sot drejton, le të themi, të gjithë këtë gamë të madhe të trafikut të lëndëve narkotike nëpër botë. Kjo jo për të minimizuar rolin apo atë aksesin që shqiptarët vendas të Shqipërisë kanë, por patjetër për të thënë edhe që kjo gjëja është pak më e madhe, është ballkanike dhe nuk jemi vetëm ne, kështu që vigjilenca patjetër që duhet jetë dhe veshi pa diskutim i ushtërhequr edhe shteteve të tjera, qoftë Maqedonisë së Veriut, qoftë Malit të Zi, apo qoftë edhe Kosovës, por ndryshe nga shqiptarët e Shqipërisë, të cilët pjesën më të madhe të parave të përfituara e pastrojnë brenda territorit shqiptar, grupet e këtyre vendeve parat e përfituara nga trafiku i lëndëve narkotike përgjithsisht nuk i pastrojnë në vendet e origjinës, pra qoftë në Kosovë, qoftë në Maqedoni të Veriut apo qoftë në Mal të Zi, për shkak se nuk e gjejnë terrenin aq të lehtë, por i pastrojnë në vendet ku ata jetojnë ose kryejnë aktivitetin e tyre kriminal. Dhe këtë patjetër historia dhe hetimet kanë për ta treguar sepse janë duke u bërë. Ndërkohë, sa i takon pyetjes tënde se si mund të marrë fund një narkoshtet, duke patur një koordinim të mirë mes politikës dhe institucioneve të zbatimit të ligjit, dhe jo politika të jetë kundër institucioneve të zbatimit të ligjit, dhe këtu flas të gjitha kahet, jo vetëm për partinë në pushtet. Okej, Softa? Ardhja e Trumpit në pushtet bëri të mundur që këta grupe t'i quante terroriste. Ka ardhur koha që në Shqipëri ata grupe të cilët janë të etiketuara dhe kanë dyshime për këto aktivitete të shpallen të tilla, organizata terroriste, dhe të tilla të trajtohen dhe pasuritë e tyre. Sepse nëse nuk do të kemi goditje sot ndaj këtyre grupeve, dhe aktivitetet që ato kanë, do jetë shumë e vështirë nesër. Do të kemi të njëjtën situatë siç kanë të shumë vende të tjera, ku një pjesë pastaj e tyre mund të jenë, siç kanë pasur dhe kanë deportuar dhe në parlament, do të deportojnë në struktura të tjera të ligjshmërisë dhe të sigurisë. Dhe pastaj do të jetë shumë vonë lufta ndaj tyre. Është koha sot ta bëjmë për nesër, sepse nesër do jetë shumë e vështirë, fuqitë e tyre ekonomike, potenciali i tyre ekonomik, lidhjet e tyre ndërkombëtare janë të rrezikshme për një pushtet dhe për një shtet demokratik dhe për një vend të dobët me një ekonomi, por edhe me politika të paqëndrueshme që ka Shqipëria.
Dakor, faleminderit qofta, faleminderit Topalli. Është bërë e vështirë, Fation. Aktualisht është shumë e vështirë. Kam përshtypjen se këtë debat ju njohësit e sigurisht do vazhdoni edhe jashtë këtij emisioni. Faleminderit për kohën të dyve. Sigurisht vazhdojmë mbetemi çik në Argështet, po jemi të lezetshëm, të paktën ne kemi ndërprerje të shkurtër publicitare. Rikthehemi pak se na kanë ngel njerëzit